Përshëndetje për gjithë miqt e radios Sibila Teverio. Mirëmbrëma miqt të nderuar. Mirë se vini në programin ton Frymëzimi i etnisë me art e letërsi. Me temën Dita Botërore e Librit për Fëmijën e sonte prezantojmë pranë jush, megjithse vonë, sepse dihet se 2 prilli është dita e poezisë e librit për fëmijë, ndonse jo në ditën e saj është shënuar është data 2 prill. Ne ende jemi në këto dhe do të flasim për vlerat e saj në gjithë zhanret e letërsisë për fëmijë. Më lejoni që në këtë kohë, pra megjithse është ditë e Pashkëve, akoma të urojmë besimtarët katolik e më gjerë gëzuar festën e bekuar të Pashkëve. Paqi, shëndet, bekimin familjet tuaja dhe gëzueshëm festofshi për shumë mote. Ndonë se kjo fest e madhe njerëzimit sot pati edhe një lajm të trisht për këtë komunitet, por dhe botën mbar, me largimin nga kjo botë të Papa Franceskut si kreu i kishës katolike, ndjes past e drit i pas të shpirti. Emisionin do të drejtojmë dhe do të transmetojmë për tek ju, unë, Gëzima Igeraj nga studioja në Zvicër dhe Zonja Prenda Sejdia nga studioja në Lezhë. Zonja Prenda, mirë se vini në emision dhe përshëndetje edhe për ju. Mirëmbrëma zoti Gzem, mirëmbrëma të dashur dëgjues të valëve të radios Sibila Deveriut. Uroj që fundjava të ketë qenë e gëzueshme pranë njerëzve të dashur, të afërmve, familjarëve, miqve. Paqe, Pashkë të gëzueshme, të shëndetshme, mbarësi për ju, familjarët tuaj e gjithkën njëtojnë shpirtrat tuaj. Shprehim ngushëllimet tona për Rëndi dashur kur linda sa ne mollë për te kujto kur si sa dashuri në ndjeva veç për ty pasam në taj kur si sa dashuri nuk e ndjeva Edhe njerë përshëndetje me këtë këngë të bukur dëgjues të nderuar.
Neve po vazhdojmë emisionin pavarësisht pengesave që her pas here na dalin, por neve do të flasim sot për ditën botërore të librit për fëmijë, por gjithsesi do të kemi edhe poezi të cilat do na I recitoj zonja Francia në studioja në Lezhë. Për ditën botërore të librit për fëmijë, pra do të flas unë në pika të shkurta për të zbërthyer pak a shumë këtë ditë dhe për para arsyet pse festohet kjo ditë dhe pse duhet festuar. Pra, dita botërore e librit për fëmijë. Dita botërore e librit për fëmijë festohet çdo vit më 2 prill. Pra, dita ndërkombëtare e librit për fëmijë, ICBD, është një ngjarje vjetore që sponsorohet nga Bordi Ndërkombëtar I Librave për të rinje, një organizatë ndërkombëtare jo fitimprurëse. Që nga viti 1967, kjo ditë festohet më 2 prill, ose rreth kësaj date në ditëlindjen e shkrimtarit danez Hans Christian Andersen për të frymëzuar dashurinë për leximin dhe për të kushtuar vëmendje librave për fëmijë. Çdo vit një seksion kombëtar I IBBY-s ka mundësinë të jetë sponsor ndërkombëtar I ICBD-s. Ai zgjedh një temë dhe fton një autor të shquar nga vendi I pritjes të shkruajë një mesazh për fëmijët e botës dhe një ilustrues I njohur të dizajnojë një poster. Kjo materiale përdoret në mënyra të ndryshme për të promovuar librat dhe leximin. Për vitin 2025, Olanda është sponsori ndërkombëtar I ditës ndërkombëtare të librit për fëmijë. Tema e këtij viti ishte liria e imagjinatës dhe motoja është marrë nga fjalia e fundit e poezisë, gjua figurative. Autorja e mesazhit është Rian Visser, një shkrimtare dhe poete holandeze e librave për fëmijë, ndërsa posterin e ka dizajnuar një ilustrues holandez. Dita ndërkombëtare e librit për fëmijë synon të frymëzojë dashurinë për librin tek fëmijët, theksoj rëndësinë e librave cilësor për fëmijë, promovoj bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e letërsisë për fëmijë. Rris ndërgjegjësimin për nevojat e fëmijëve në lidhje me librat. Në këtë ditë zhvillon aktivitete të ndryshme në mbar botën si konkurse shkrimi, shpallje çlimesh, librash dhe takime me autor e ilustrues për fëmijë. Unë kaq kisha për këtë fillim, do lusja zonjën Prenda që na sjell diçka nga letërsia për fëmijë apo çfarë na ka përzgjedhur ajo sot. Zonja Prenda, radha juaja. Shumë faleminderit. Ne në fakt mendoj që fëmijët I duan shumë përrallat, fabulat, por dua ta nis me një fabul nga Krekosja e Dorzolecit. Gjysh, më thuaj, ku e gjen frymëzimin? Qysh më thuaj, që është të frymëzimi? Në vargje sjell, pyetim besa gjysh gëzimin, që shumë virsha na sjell. Pojt fëmijëve kur këndojnë, të tërqeshur kur I shoh, e në shkollë sa herë shkojnë, në për libra kur mësojnë. E gjen krahët e dallëndyshes, në vendet ngrohta ka flatron, njerëzve të mi që I kam mërgimit, fala vargjesh ka buqon. Në dheun plot liri, e në kopshtet e gjelbruara, e gjen qiellin plot kalkërsi në përsheshet ku më zhuara. E gjej vjeshve plot me borë, në përpyjet e bleruara, e gjej fushave plot me lule, në burime rrjedhave e burrave. Në plisë të gjyshit bora, si bora, I të kures, në përveza që rritë koha, mbrojtën nder e ruajtën pes. Në qëndresën për adhe, në lapidarin e dëshmorit, për t'itë bardha që gëzojmë ne, dhe në luftrat për fitoret. Në arom të lulles aty në kopësht, në kraf lutre ka fëtëron, rritën tua I kur e shoh, gjithë shka gjyshin e frymëzon. Të frymëzim që marrë në jetë, e rritë gjyshin në përvargje, aty fjales I japjet, rritë për ju, shpërndan, pa u dalë. Faleminderit, zonja Prenda. Barcoleta e dhe Elfrës, pasi libri është poezi dhe fabula. Do sjell edhe një fabull.
Barceleta të Dhenprës. Tregoi Dhenpra një Barcelet. I foli pyllit për drejtësi. Ariu i tha, ç'flet më i Dhenpër? Për këtë pikë na flet ti? Mos te kun do ta gjuash hundën të dërsir, të pashun kur haja mjaltin pranë kotecit duke ngrirë. E na flet për drejtësi. Fjalë me rrotulla kritikon, po të mos kishte emrin Dhenpër, ndoshta fjala të peshon. Faleminderit, zonja Prenda. Një fabël dhe një poezi, shumë e bukur, po. Faleminderit që më rikthyet me librin tim, pra tek fabulat dhe poezia. Sigurisht na nderoni neve. Vërtet, unë të them faleminderit që përjeton emocion, por dije se përmes vargjeve ke emocionuar qindra e mijëra fëmijë. Dhe vërtet për këtë them faleminderit në emër të tyre. Fabula, Fortinat, ja kemi fabulës Porda e Ajri. Shmej e sulur me rafale, thu se je dhe i trimiral, unë të shuaj të shduk fare, s'të regjur, e s'tja barë. Provej Porda bërë, gjithandej të bej një stre, por veç bërën të me këtë verë, i ku e shkoj mbeti pas stre. Ploti natë e zemëri. E tash i bukur, tash i është Vetëm këtë s'kem që bëjmë. Jo, janë fare faktor teknik. Ne shpresojmë që edhe dëgjuesi na mirë kupton. Është ajo që Zoti Gzim është ajo që ne e paguajmë dhe se marrim asnjëherë. Me rreth librave, fëmijët inkurajohen zbulojnë botë të reja, karaktere interesante dhe ide të ndryshme përmes leximit. Kjo mund të krijojë një lidhje të përjetshme me librin. Thekson rëndësinë e librave cilësor, dita botërore e librit për fëmijë vën në qendër të vëmendjes librat e shkruar dhe të ilustruar mirë që ofrojnë një përvojë të pasur dhe edukative për fëmijët. Kjo ndihmon në rritjen e ndërgjegjësimit tek prindërit, edukatorët, në sigurimit në aksesit në libra për gjithë fëmijët, pavarësisht përjardhjes atyre socio-ekonomike. Ajo inkurajon iniciativat që synojnë të çojnë tek librat fëmijët që nuk kanë mundësi të kenë ato. Feston letërsinë dhe artin. Dita botërore e librit për fëmijë është një festë e shkrimtarëve, ilustruesve, përkthyesve, botuesve dhe gjithë atyre që punojnë për të sjellë tek fëmijët. Ajo vlerëson kontributin e tyre të çmuar në botën e fëmijërisë. Me pak fjalë, dita botërore e librit për fëmijë është një moment i rëndësishëm për të festuar fuqinë e librave në jetën e fëmijëve, për të nxitur dashurinë për leximin dhe për të siguruar që brezat e ardhshëm të rriten me një lidhje të fortë me librat dhe historinë. Të Prenda? Po, Zoti Gzim. Unë po sjell disa autor të tjerë tashmë, që janë edhe këta fëmijë, por përpiqen të shkruajnë, por nisim me poetin e vogël Besarta, që ne kemi edhe në stafin tonë. Faleminderit shumë që na sjellni Besartën. Po sjell nga Në krahët e vargut, një poezi të cilën ajo ja kishte kushtuar më herët ditës botërore të poezisë. Po me qenë se jemi tek librat për fëmijë, po e risjell. Kushtuar ditës së poezisë 21 marsit. Unë poete e vogël jam, nga zëllim plot shpirtin kam. Më ngërmon mendjen thellësi, muza thot, krijo të bukurën poezi. Poezi të qofsha fal, më bën që të frymoj, të gjej fjalët e të bargëzoj, me ty shpirtin pasuroj. Ik një ditë dhe vjen një tjetër. Bukrat vargje hedh në letër. Sot është dita që kushtoj bashkë me poetët do festoj. O poet zofshi çdo mot. Poezia na mbledh sot. Unë frymoj për vargun tim që krijova me përkushtim.
Ju përshëndes edhe një herë. Qofshit suksesshëm ju për herë. Kjo është poezia e Besartës, që ka kushtuar ditës botërore të poezisë. Do sjell edhe një poezi tjetër nga kjo poet e vogël. Jam si shqipet me krah të arta. Jam mbi shale plot krenari. Me gzim të madh shkruaj për ty. Jam kryelar për ardhja ime, e kam zemrën pushur me gzime. Janë larguar rinia për jetë më të mirë, por shumë shpesh të ti po vijë. Të kujtojnë islën pasdore, ndërtojnë institucione përmendore. Janë si shqipet me krah arta, se që bën kryqen majet larta, aty ku thuhet nuk shkon njeri, jo vjen ndim helikopteri. O shaljan ku të shkosh, dorë ne Zotit të ndiash, veç për vendin tënd, mendo, se Zoti fort ty të do. Maja zorgjit që është bekuar, i madhi Zot që ka nderuar, me këtë kryqet ka kujtuar, të gjithë shalen pas ndihmuar. E kush për ty ka kontribu. Ju rrit nera e ju shtoft hisja, e ndihmoft kryqi e kisha, e mriuar gjithmon lër shkoft, gjithmon kryqi ju ndihmoft. E sollat të poezi pikërisht thot me qenë se është edhe festë e Pashkëve dhe urimet e Besartës le të shkojnë për gjithë moshatarët e saj, por pse jo dhe treven nga vjet. Pra shalën e befuar të Besartës. Faleminderit zonë Brenda. Faleminderit ju. Si u bë qinja tra, thot Alberto Seidia. Ka mundësi pak kopertinën në mbani të librit. Faleminderit. Gjithsesi, edhe pjesën e dytë të Albertos. Alberto është një poet i vogël i cili jeton në Tiranë. Po, kur ishte vetëm 6 vjeç, ai ka marrë kupën për 6 vjeçarët në vrak. Bukur shumë. Ju urojmë sukses Albertos, tani më ai ka arrirë një moshë diku 10 vjetë. Tani është 15, në vrak 15 vjetorit. Bukur shumë. Baron dhe klasën e 9 si vjet. Ju urojmë suksese shumë në vazhdim për timet. Shumë faleminderit. Si u bë qimja tra, Rosaku Gushebardh, po hante ca thërrime, të gjorit Rosak, i ngeci ngryt një qime. Rosat kur dëgjuan, për tek patat brakuan, eja një të shpetoni Rosakun Gushebardh, në fyt i ka ngelur një fill shumë i trash. Patat brakuan tek gjelat e detit, eja një të shpetojmë Rosakun tonë, ballit e gjithëve ne, na është ngrys. Kuajve gjelat ditë më i kërkuan, eja një miqë, Rosakun të shpetojmë. Mos qëndrojmë shumë këtu, se në fyt ngeci një dru. Kuajtut me ruan, gomarin lajmëruan, ama no veshë gjatë. Ta shpetojmë Rosakun Gushebardh, se në fyt t'i ngec një tra. Të gjithë brakuan tek Rosaku. Kur i pa Rosaku i mirë, po zhyt në ujë 2-3 herë, asgjë keqe s'me kanë gjarë. Kur po haja të thërrime, se që më ngec në ngryt një qime. Buzëqeshjet e voglushja. Kur sheh njerëzit duke qeshur, sa fort i rrezaton fytyra. Sa herë i sheh duke qarë, në faqe lot t'i ka në shkarë. Fjala tyre është ëmbël, dhe ngroftë për si dielli, qërpikët i kanë të blerta, sytë e kaltër për si dielli. Ku i kanë humbur buzëqeshjet, ata që nuk qeshin kur, s'qeshin gjithë në të njëjtën kohë, në shtëpi apo në rrugë. Shport e laramane, me të kuqet bardha për të vetë, të shëtis në kopshtet me fëmijë, e të mbledh buzëqeshit ëmbla, po gëlushja nisi, udhëtimin me gëzim. Alia. Po, zoti gëzim? Faleminderit. Ne do të flasim pak për stilet dhe zhanret e letërsisë për fëmijë. Librat për fëmijë janë një botë e gjerë dhe e larmishme, ashtu siç edhe vetë fëmijët.
Ata vinë në forma dhe përmbajtje të ndryshme duke i përshtatur moshave dhe interesave të ndryshme. Ashtu si në letërsinë për të rritur edhe librat për fëmijë ndahen në stile dhe zhanre të ndryshme. Këtu janë disa nga stilet dhe zhanret më të zakonshme të librave për fëmijë sipas moshës. Librat me karton, si quhen bar box në gjuhën angleze, të dizajnuara për foshnjat dhe fëmijët e vegjël deri në 3 vjeç, janë të qëndrueshme me faqe të trasha kartoni dhe shpesh përmbajnë pak tekst ose vetëm fjalë të thjeshta duke u fokusuar në ilustrime tërheqëse. Librat me figura ose picture box, si quhen në anglisht, për fëmijët parashkollor dhe ata të klasave të para nga 3 deri në 8 vjeç, teksti është më i shkurtër dhe ilustrimet luajnë një rol të rëndësishëm në tregimin e historisë. Librat për lexues të hershëm, për fëmijët që sapo kanë filluar të lexojnë 5 deri në 9 vjeç, përmbajnë fjalë të thjeshta, fjali të shkurtra dhe shpesh ndahen në kapituj të shkurtër. Librat kapitull për fëmijët më të rritur 7 deri në 12 vjeç, përmbajnë më shumë tekst, histori më komplekse dhe ndahen në kapituj. Ilustrimet mund të jenë më të pakta ose të muajnë fare. Romanet për të rinj, për fëmijët në moshën 8 deri në 14 vjeç, trajtojnë tema komplekse, kanë personazhe më të zhvilluara dhe histori më të gjata. Romanet për adoleshentë, për moshën 14 vjeç e lartë, trajtojnë çështje që lidhen me adoleshencën si identiteti, marrëdhëniet, sfidat sociale dhe personale, pra sipas zhanrit fabula, tregime të shkurtra me personazhe kafshësh ose objekte të personifikuara që përmbajnë një moral ose një mësim të qartë. Për radhë, tregime tradicionale që shpesh përfshin personazhe fantastike si zonat, magjistar, dragoj dhe heroj, shpesh kanë një fund të lumtur dhe trajtojnë tema universale. Mitet dhe legjendat, tregime që shpjegojnë origjinën e botës, fenomene natyrore ose historinë e heronjve dhe ngjarje të rëndësishme kulturore. Mitet shpesh lidhen me besime fetare, ndërsa legjendat mund të kenë një bazë historike. Fantazia, tregimet që ndodhin në botën imagjinare me elemente magjie, krijesa fantastike dhe ligje fizike të ndryshme nga ato të botës reale. Shkenca fantastike, tregimet që eksplorojnë mundësinë e shkencës dhe teknologjisë në të ardhmen ose në botët e tjera. Mund të përfshin udhëtime në kohë, jetë jashtëtoksore, inteligjencë artificiale e tjerë. Realizmi bashkëkohor, tregime që ndodhen në botën e sotme dhe trajtojnë çështje dhe përvoja me të cilët fëmijët mund të identifikohen. Misteri, tregime që përfshin një krim ose një ngjarje të pazakontë që duhet zgjidhur, inkurajojnë fëmijët të mendojnë në mënyrë kritike dhe të bëjnë parashikime. Aventura, tregime që përqendrohen në udhëtime emocionuese, sfida dhe eksplorime të vendeve të panjohura. Humori, tregime që synojnë të argëtojnë lexuesit me situata qesharake, personazhe të çuditshme dhe dialog të zgjuar. Histori, tregime që të vendosura në të kaluarën, duke përfshirë ngjarje dhe personazhe historike të vërtetë ose të trilluar. Biografi dhe autobiografi, tregime të vërteta në jetë të njerëzve të shkruar nga dikush tjetër, pra biografi, ose nga vetë personi, autobiografi. Informativ, libra që ofrojnë informacion faktik mbi tema të ndryshme si shkenca, historia, natyra e tjerë. Shpesh përmbajnë ilustrime, fotografi dhe grafite të ndryshme në të kuptuarit. Poezi dhe vargje, libra që përmbajnë poezi, vjersha dhe rima të shkruara, të cilat mund të jenë argëtuese dhe të ndihmojnë në zhvillimin e ndërgjegjësimit fonologjik. Është e rëndësishme të theksohet se shpesh librat për fëmijë mund të kombinojnë elemente nga stile dhe zhanre të ndryshme, duke krijuar një përvojë leximi unike dhe tërheqëse. Zgjedhja e librave duhet bëhet gjithmonë duke pas parasysh moshën, interesat dhe nivelin e leximit të fëmijëve. Kaq kisha dhënë për këtë temë, zënë Brenda, urdhëroni fjalën për ju. Shumë faleminderit.
Ne kemi një poezi për fëmijë, që do e lexoj tani, vjen nga një poete nga shqiptare normalisht, emigrante që është në Greqi dhe Lulieta Bushi. E falenderojmë vërtet për poezinë që na ka sjell. Lulet e vogla i hapin syt, era i përkëdhel me duar të lehta. Ndjes, më falni, kënga e diellit. Dielli zgjohet herët në mëngjes, ledhaton tokën me rrezet e tij dhe ambëlthot mirë mëngjes, botën mbush me mirësi. Lulet e vogla i hapin syt, era i përkëdhel me duar të lehta. I bukur është planeti me dashuri, nuk e don luftën e shkreta. Një flutur vjen me krahët plot ngjyra, pus një trëndafil dhe ikën me nxitim. Një zëng shtegton në vende të mira, me një magji që s'ka kurrë mbarim. Fëmijët vrapojnë në barin e njohur, me buzëqeshje që ndriçojnë në botën, siç në ngroh dielli, le t'i ngrohim zemrat, për gjithmonë, se zemrës nuk i thot, nuk i kanë hije lotët. Shumë faleminderit edhe për mesazhin që ka përcjell. Pra, siç na ngroh dielli, le t'i ngrohim zemrat për gjithmonë, se zemrës nuk i kanë hije lotët. Pra, ajo përcjell një mesazh shumë të madh, pasi fëmijët duan paqe, jo luftë, jo lot. Vërtet faleminderit. Falenderojmë dhe ne. Nuk e di se si po dëgjohemi, zonja Brenda, nëse ka ndonjë. Leoni, do sjellim nga Martin Sejdia. Po. Një shpërrall. Nëse ka mundësi edhe njerë fotografin ta fiksoni pak, sepse fotografia nuk ishte edhe pak bukur. Faleminderit. Faleminderit shumë. Është e botuar në penën e artë? Po, penë e artë. Po. Në revistën botuar Adem Demaçi. Në pjesën e letërsisë për fëmija, po? Po, patjetër. Pasi ne realisht ne s'po flasim për revistat tona, por në çdo revistë tona, si revistën tim apo tuajën, te doja të sjellja, nëse ke mundësi të flasësh pak. Leoni, Dhelpra dhe Struci. Na ishte një herë një luan i vogël, por shumë i fuqishëm dhe i zgjuar që quhej Leonard Leoni pra. Dhe për aftësinë e tij Leoni shquhej edhe për mënyrën e të vepruarit në kohë reale të çapkën i vogël. Mirëpo, në një ditë të javës, Leoni mendoi të udhëtonte për në qytet dhe gjatë rrugës papritur takoi Tjatin dhe dukej se të dy kishte djegur malli pasi nga përqafimet e ngrohta që shkëmbyen e kështu edhe tek Leoni u dallua qartë karakteri emocional, pasi lotët e pikonin qurë, kurse Jati u përpoq ta fshihte këtë moment delikat për të dy. Papritur u shfaq Dhelpra Dinake, e cila u përpoq të gënjente Tjatin e Leonit, pasi ai kishte një traste me vete dhe brenda saj gjendet një pulë që kakariste. Dhe sapo Dhelpra mori çantën, si luan që ishte kërciten hop Leoni dhe e zu për qafë Dhelprën Dinake dhe i drejtohet asaj. Po çdo ti më i Dhelpër që do gënjesh udhëtarët, që ti grabisësh gjësendet e tyre, me Dhelprën niset ashtu që e kishte zënë për fyti, drejt komisariatit policisë për ta denoncuar veprimin grabiçar të Dhelprës. Në portën e policisë del polic Struci dhe mësoi arsyen se pse ishte shfaqur ashtu Leoni në komisariat. Leoni shpjegoi arsyet se Dhelpra grabiçare dështe të grabiste babain tim, pesnik, dhe shpresonte se Dhelpra do merrte dënimin e merituar. Mirëpo, polic Struci u sugjeroi atyre që Dhelprën mos ta çonte në polici, pasi po një veprim të tillë as do merrej kush me të, sepse tillë ishte shoqëria e pyllit në ditët e sotme.
Leoni, pasi dëgjoi këto shprehje naive dhe shikoi vëngër policistin, jo vetëm që nuk e lëshon të dhelprën, por mori shpejt një mjet prerës dhe në moment ja shkurtoi bishtin. Ajo lëshoi një klithë vrastare sa shpirti të ndjente dhimbje të thellë. Para se ta lëshonte ai, e porositi, dëgjoj dhelp. Po dëgjova ndonjëherë se do veprosh si sotografitçare, mund ta këpos 2 herë bishtin e gjatë. Por radhën ta ka koka jote, o mjerane. Ajo ashtu drejtua me vrap për tek spitali në Pyll, por atje asnjë serum nuk gjen. Siç duket ra rrymën andej, po? Po, patjetër. Neve do të vazhdojmë të lexojmë temën, ndoshta na vije ndonjë. Shpresojmë të vi. Shpresojmë edhe ne, besoj që telefoni punon. Po, telefoni punon se është me para, por derisa bie rryma, ne nuk kemi dritë. S'kemi internet pastaj. As dritë normalisht. Po, të lutem vazhdo sa unë gjej një mundësi tjetër për. Po, sigurisht. Dëgjues të nderuar, kërkojmë ndjesë për këtë pengesë, por ne jemi këtu ku jemi, se janë kushtet ato që na diktojnë tonë dhe ne gjithsesi duhet të mësohemi edhe me këto kushte me rrethana. Unë do të flas pak për poezinë për fëmijë dhe rëndësinë e saj. Poezia për fëmijë është një formë e artit gjuhësor që përdor ritmin, rimën, tingujt dhe figurat stilistike për të krijuar një përvojë tërheqëse dhe argëtuese për fëmijët. Ajo shpesh trajton tema të thjeshta dhe të afërta me botën tyre, duke përdorur një gjuhë të qartë imagjinative. Rëndësia e poezisë për fëmijë. Poezia ka një rëndësi të madhe në zhvillimin e fëmijëve në disa aspekte. Zhvillimi i gjuhës dhe i fjalorit. Poezitë shpesh përdorin fjalë dhe shprehje të reja për një kontekst ritmik dhe muzikor, duke ndihmuar fëmijët të zgjerojnë fjalorin e tyre në mënyrë të natyrshme dhe argëtuese. Përsëritja e tingujve dhe rimat ndihmojnë në mbajtjen mend të fjalëve. Ndërgjegjësimi fonetik. Ndërgjegjësimi fonologjik. Rima dhe ritmi në poezi ndihmojnë fëmijët të bëhen më të ndërgjegjshëm për tingujt e gjuhës. Kjo është një aftësi themelore për të mësuar të lexojnë dhe të shkruajnë. Duke dëgjuar dhe recituar poezi, fëmijët fillojnë të dallojnë dhe të manipulojnë tingujt në fjalë. Zhvillimi i imagjinatës dhe kreativitetit. Poezia shpesh përmban imazhe të gjalla dhe situata fantastike. Duke nxitur imagjinatën dhe kreativitetin e fëmijëve, ajo inkurajon ata të mendojnë jashtë kornizave dhe të krijojnë lidhje të reja midis tyre. Zhvillimi emocional dhe social. Poezitë mund të trajtojnë një gamë të gjerë të emocionesh dhe situatash sociale, duke ndihmuar fëmijët të kuptojnë dhe shpesh ndjenjat e tyre. Ato mund të ofrojnë perspektiva të ndryshme edhe të nxisin empatinë. Aftësitë kognitive, poezia kërkon vëmendje, përqendrim dhe kujtesë. Fëmijët duhet të dëgjojnë me kujdes për të kuptuar ritmin dhe rimën dhe më pas të përpiqen t'i mbajnë mend dhe t'i recitojnë ato, jo stërvit aftësitë e tyre kognitive. Kënaqësia dhe argëtimi. Mbi të gjitha, poezia për fëmijë është argëtuese. Ritmi muzikor, rima lozonjare dhe temat interesante bëjnë poezinë një burim kënaqësie për fëmijët. Një përvojë pozitive me poezinë mund të çojë në një dashuri të përjetshme për letërsinë. Njohja me elementet letrare. Poezia prezanton fëmijët me elemente të rëndësishme letrare si metafora, krahasimi, personifikimi dhe simbolizimi në një mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme. Jo i përgatit ata për të kuptuar forma më komplekse në letërsinë e të ardhmen. Lidhja me kulturën dhe traditën. Bukur, siç duket zënë prandaj pas ka ardhur rryma përsëri te kjo, po. Dhe
Do pengesa po eliminohen. Kërkojmë falje dëgjues dhe shikues të nderuar të platformës sonë. Lidhja me kulturën dhe traditën. Shumë kultura janë një traditë e pasur të poezisë për fëmijë, duke përfshirë këngë, ninulla dhe vjersha popullore. Njoja në këtë trashëgimni kulturore i lidh fëmijët me rrënjët e tyre dhe me historinë e shoqërisë së tyre. Në përfundim, poezia për fëmijë është shumë më tepër se sa thjesht një fjalë e rreshtuar. Ajo është një mjet i fuqishëm për zhvillimin gjuhësor, kognitiv, emocional dhe social të fëmijëve, duke ofruar njëkohësisht kënaqësi dhe argëtim. Inkurajimi i fëmijëve për të dëgjuar, lexuar, madje edhe krijuar poezi është një investim i vlefshëm në të gjithë edukimin e tyre. Faleminderit zonja Brenda, fjala për ju tani. Presoj të mos kemi pengesa. Dua të them një fakt, sepse ishte ankuar një dëgjues dhe shikues i yni, se sikur pak po vjetoni. Unë testova këtu dhe e shoh të mjaftueshëm tonin që përcjellim. Pra, i kërkojmë falje dëgjuesit, por sigurisht se duhet të është problem në fakt me internetin, kudo e ke parasysh edhe kjo ndikon varet tek. Unë sërish do rikthehem tek fabula. Bashka se ju folët për poezin, por po nismi me një fabull të cilën na e ka nis profesoresha Shpresa Fundo Gjergji. Përshëndesim zonën Shpresa. Fabull e shkurtër, I rish dhe pjeshka magjike. Në një pemë të lartë e fisnike, I riqi pa një pjeshkë me magji që ndriçonte. Ishte zbritur gjithë me rësi si një mike, të takohej me këdo që aty do të kalonte. S'po besonte syve për bes, ajo shkelqente më shumë si hena, ju morë fryma, ju morën mënd, që fliste donte ja kishte ënda. I riqi sa e pa, ushtang e nisit të mendonte, ka që bukur faqe kuqe shtëje të valë, zemra fort I rrihte donte ta zbulonte, qenka e veçantë, si në një kërrall. Ju afrua gjithë kurelçtje, ajo shkelqente gjithë energji, mos vallë mendoj në heshtje, kjo pjeshk është një magji. Parfurin të pjeshka me dritë magjike, e humbi të ruan I riqi baqë. Në je vërtet, do të zëmike, një dëshirë kam të fluturoj lartë. Me gjembat që ishtë lisnin mbi lëkurë, dinte ku shkonte të dalë ku të dalë. Akoma si mbyllur në përgjumë, futuru e qonin këmbët, ecte pa fjalë. Nuk e vinte re, as natyren e vegatë, as gjelbërimin me aromat e ëmbla, lëndinat me lule e rrugën e gjatë, ky I riq gjëmbaq të rëgjëmba. Kjo pjeshk magjike në ëndër I foli, e bërit fluturoi ajrin me krahët të qaj, I riqi si mbyllur mire dëgjoj, mendoi mundet një riq me zorgj të ngjaj, nisi të dyshoj, por ëndra se la, fliste me pjeshkën magjike kokë më kokë, kur ta shohësh botën nga lartë, ajo I tha, mund të mungojnë shkelën aty poshtë. Vërtet, shumë e bukur. Kukullat e mia. Kukullat I dua, luaj shtëpiash. Ato shpesh fllastohen, kanë gjithë farë dëshirash. Kjo bardi balerina, këmbët I ka të holla, konkuron me mua, që faqet I kam si molla. Kukullën bebushe, që është pakës lupse, shpesh e qërtoj, të është gjithë huqe. I këndoj ninulla, për kund të flerë, kjo bebushe kukull, pije në gjumë të thellë. Kukulla Burbarda është doktoresh, na viziton me radhë, ëmbël buzëqesh. Gjithë kukullat e mia janë mike për kokë, kur kthehem nga shkolla, I përqafoj fort. Shumë faleminderit për vargjet e bukura
zonja Shpresa, vërtet ishte kënaqësi pasi çdo fëmijë ka dëshirë të ridëgjoj, por fatmirësisht radio jon gjendet edhe në YouTube. Kështu që do i ridëgjojnë padyshim. Po zoti Gzim? Faleminderit, zonja Brenda. Unë bëj thirrje dhe shkrimtarëve dhe poetëve të tjerë që kur të shohin se ne kemi emisionet tona në Radio Sibilat, edhe ata të na përcjellin poezi, pra mos të ngurojnë, sepse ne kemi hapësira për të lexuar dhe gjithë ata që na kanë sjellë ne po i lexojmë pra vazhdimisht dhe jemi të hapur gjithmonë, pra kur mos nguroni. Unë do të flas pak edhe për fabulën Si hartë në librin për fëmijë, që juve që na lexuat disa fabula nga librat e mi më herë dhe nga zonja Shpresa Fundo Gjergji tani. Fabula Si hartë në librat për fëmijë. Absolutisht, fabula është një art i veçantë dhe i fuqishëm ku prezantohet në librat për fëmijë. Ajo shërben si një ure mrekullueshme midis argëtimit, mësimit, duke i ndihmuar fëmijët të kuptojnë botën dhe veten e tyre nëpërmjet historive të thjeshta, por me mesazhe. Si shfaqet arti i fabulës në librat për fëmijë? Personifikimi. Një nga elementet kryesore të fabulës është personifikimi i kafshëve ose objekteve. Kjo i bën personazhet e afërt dhe të rreqës për fëmijët, duke i mundësuar atyre të identifikohen me situata dhe emocionet e paraqitura. Përmes këtyre personazheve jo njerëzor, fëmijët mund të eksplorojnë sjelljet dhe pasojat pa u ndjerë e gjykuar drejt për drejt. Narrativa e thjeshtë dhe e qartë. Fabulat për fëmijë shpesh kanë një strukturë narrative të drejt për drejt me një fillim dhe fund të qartë. Kjo ndihmon fëmijët të ndjekin lehtësisht historinë dhe të kuptojnë rrjedhën e ngjarjeve që çojnë në mësim të caktuar. Mësimi moral i integruar. Zemra e çdo fabule është mësimi moral ose porosia që ajo e përcjell. Në librat për fëmijë ky mësim shpesh theksohet në fund të historisë në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme. Arti këtu qëndron në mënyrën se si ky mësim është i ndërthurur natyrshëm në rrëfim, duke e bërë atë të prekshëm dhe të memorizueshëm. Simbolizimi. Fabulat shpesh përdorin simbole të thjeshta por efektive për të përfaqësuar ide ose koncepte më abstrakte. Për shembull, dhelpra mund të simbolizojë zuarsinë ose hilen, ndërsa luani forcën ose kurajon. Kjo i ndihmon fëmijët të zhvillojnë të menduarit abstrakt dhe të kuptojnë kuptimet e fshehura. Ilustrimet. Në librat për fëmijë, ilustrimet luajnë një rol jetik në artin e fabulës. Ato jo vetëm që bëjnë historinë në vizuale dhe të rrjetëse, por gjithmonë mund të forcojnë karakteret, mjedisin dhe madje edhe vetë mësimin moral në mënyrë subtile. Gjua e përshtatshme. Autorët e talentuar përdorin një gjuhë të thjeshtë, ritmike dhe të rrjetëse për fëmijët, duke e bërë leximin një përvojë të këndshme. Dialogët e shkurtër dhe veprimet e qartë ndihmojnë në mbajtjen e vëmendjes së fëmijës. Pse është fabula një art i rëndësishëm në librat për fëmijë? Zhvillimi i karakterit. Fabulat ndihmojnë fëmijët të reflektojnë mbi sjelljet e ndryshme dhe pasojat e tyre duke kontribuar në formimin e karakterit të tyre. Mësimi i vlerave. Ato përcjellin vlera universale si ndershmëria, miqësia, punësia dhe rëndësia të mësuarit nga gabimet. Zhvillimi i të menduarit kritik. Duke analizuar historinë dhe mësimet e tyre, fëmijët fillojnë të zhvillojnë aftësitë për të menduar në mënyrë kritike dhe për të nxjerrë përfundime. Argëtim dhe lidhje emocionale. Përmes personazheve dhe ngjarjeve interesante, fabulat argëtojnë fëmijët dhe krijojnë një lidhje emocionale me historinë dhe mësimin e saj. Në librat e mirëfillta për fëmijë, arti i fabulës shkëlqen në mënyrë se si këto elemente kombinohen për të krijuar një përvojë leximi të paharrueshëm që jo vetëm argëton, por edhe edukon dhe frymëzon brezin. Faleminderit, zonja Brenda, radha juaj. Faleminderit ju. Nga libri Sot as ditën nuk të njohin. Dikur dhelpra e kish një mik, u i kun e pyllit shok për pik,
edhe natën ndihmi kërkonte, pa përtesja afronte. Shumë herë pisk ka ish zënë, qenë të lagjes me një anë, pranë kotecit mbushish ngel, sa mbëlqyt ujku ish gjendë. Por kur doli nga humnera, nxori sheshas bese vlera, harroi miqe shoqëri, u mbyll prap dhelprisë së tij. Ç'bëjmë sot mori miq, sa të tjerë të shohin hiç. Dikur natën, kur të kërkonin, sot as ditën nuk të shohin. Faleminderit zënë Brenda. Faleminderit ju për prurjen që keni sjellë, se vërtet është me plot mesazhe. Tepër e bukur. Ignoranca. Unë gjithë lartë si ignoranca, kaloj rrethin dhe kufirin, i doli sheshit rezonanca, si vabesh, ku shkujt, veç pa hire. E përqesh nga lartë respektin, të është ndalur ora moralik. Kështu kusht kujt s'ja veveshin, qiriujt me s'ka drit, po hajote, moti ka ik. Vaj halli se që në gjeti, ignoranca e vrau respektin, sa po tha, u prish mileti, kush kur kujt me s'ja veveshin, mirë kohet zhvez po të resin. Shumë do me thënë se me shumë mesazhe, shumë dembelia. Poshtë në pemë dembelia, po kërshpine rizotria. Vonë e pyesin, çfarë po bën? As dhe pemën se shijën. Faleminderit edhe ju që ndahet për të lexuar këto fabulat. Faleminderit zënë. Faleminderit ju. Ndoshta edhe një ari në malqi në vri, dillte mjaltin me tepsi. Faleminderit. Do kisha dash që kjo poezi të lexohet, po e fabull të lexohet edhe pse pak e gjatë. Do kisha pas dëshirë që do i përshëndesja dhe malësorët e mia atje. Marsi dhe prizrenësit e Po. Të duron një sekundë se... Po, gjithsesi. Ne jemi live dhe në emisionet të drejtë për drejta, sigurisht se duhen pritje, Një ari malsi në vri, dillte të mjaltin me tepsi është edhe poezia që mban titullin e librit. Nga lartë pyllit një arush, zbret tek vreshtat e vjedhrush. Kush si thot, as se shqetëson, se nga njerëzit ligji e mbron. Për këtë ligj mburre jariu, s'kash me bën mua njeriu. Ja këthë dhejnë pra me gjelozi, kujdes bishtin kur zbret në malsi. Aq na fole fjalë të kota, për bishtin tënd ku kall gjithë bota. Ujku i zi, veç po dëgjonte. Poshtë një zgabre plagën shëronte. Edhe deri një plagë lëpinte, e kishin zënë në misernike. Sot kam ngrënë një degë që shi, burej arushi plot krenari. Mua kush s'më trazon, as bambame në shqetëson. Bile atje në malsi, kam shumë blete mjaltë të ri. Një ditë herët në mëngjes, bret arushi me kujdes, shumë koshere, shumë blet, ta shumë mjaltë arushi gjet. Sa po kopshtit, ja afroj, një bletushe fort e thëmboj. Unë jam roja e sa bletushi, keq shuën trem i ku arushi. Një shtëpiza të branë, i Theoderën ba me ba. E po shtëshih të arushi, plot tepsi mjalt nga bletushi. Mbushi duart me tepsi, vrapsa kaqeve në përmalsi, shpejt bletushi alarmoj, poshtë përroj edhe në gjurë mi shkoj. E sulmoji me ushtri, e mbeti koka mbi tepsi. Qka të shihje të karushi, ish bërë koka si barkushi. Për spital ish bërë i gjori, në ndëllinja shtratë në zgjori. Dhe el pra ujku kur vizituan, me shumë qeshën se vajtuan. Plot 6 muaj si dolim pirja, u kujdesen mora e miza.
Ka malësia shtë më shikonte, edhe bletën e malkonte. Nga jo ditë në malësi, s'humbet mjallë, rrush, as qërshi. Tepër e kukur. Faleminderit zënë Brenda. Faleminderit. Vërtet tepër e kukur. Po, zoti Gzim? Unë tani do kaloj në pjesën tjetër, në temën tregimi si artë në libra për fëmijë. Apo nëse keni të sjell edhe pak të lutem. Nëse keni dëshirë të lexoni pa problem. Përse sharin mban this? Faleminderit. Nuk i ka faje qershori. Qershorin nga pak e qërtuan, kur i thanë se qershit u vonuan. Ndoshta sa fajet pak i ka dhe prilli, se me racion u adha dili. Jo tha prilli, kisha një hall tjetër, se marsi vorën ma e dha stafetën, por male se mori me vete, ma la tufa, ati ma je bjeshke. Shkurtje marsi nuk qanë kokën fare, rëshqitet me saje me spi me fëmijet, dile nga një herë në përqeshën me fuska në dritare, kur zë më rohëshën dhe shkarkonin vorën biqa ti. Ndalë një thakoriku, të u tregoj unë qepen, pakën e qershorit vëllaj do t'janë zirë, dile dhe nga lkura do t'u rjep, deri sa të thoni që në gjithë. Dhe gushtit si vjetë, pak zemrim do t'ja. Dilë sa të do edhe ngrohtësi, detin për gusht të tërin do t'a ka, pa e janë i tek plazhi të shihni, ju o fëmi. Shtatori e kam bushur çantën plot me libra, është bërgati për në shkollë të shkoj, bile ka vendosur të mbledh pogalushet e lagjësime e me ta vetaren ta mësoj. Tetorin ta vjeshta lërma një mua, bëni gati trezat, se fruta do t'ju sjell, ose shumë kam për t'u embëltuar, moll dardha rush e të tjera fen. Në nëntor, do t'i lutemi edhe pak vjeshtës. Pak ngrohtësit na ruaj në rezervat e saj, se na duhet pak më të mirë edhe për ditët e festës, kur të shkojmë në Vlorë, ditë me diell na mbaj. Në dhjetor, nuk ja kemi edhe aq frikën dimrit. Të ftohtit e acarit, që tek pragu do t'na sjelli, bile me plot dashuri e presën dhuratat e babadimrit, dhe pra në gjakut bashkë me dyshin vitin tjetër do t'a përcjellim. Përse sharin ban fesë. Strofulli i tallëndyshes. Si ta emrojmë kohën? Si ta emrojmë kohën kur ne u lindëm, fëmijë të dashur, kush më tregon? Është koha e lindjes që ne u lindëm, është para koha e lindjes sonë. Si ta emrojmë kohën që ne jemi rritur, fëmijë të dashur, kush më tregon? Është koha që neve na ka rritur, është pra koha e rritjes sonë. Ose lexova dy herë, si ta emrojmë kohën që ne jetojmë, fëmijë të dashur, kush më tregon? Është koha e jetës që ne jetojmë, është pra koha e jetës sonë. Çdo kohë ka emër, në emrin ton, është vetë koha që vetë emtojmë. Faleminderit zonë Brenda. Në portret është mbesa ime, Elona, që tani më ka 10 vjet. Gjamba në vargje. Se kush diellin e vizatoi, dhe zbriti në përflet, edhe rrezet i ja kërkoi, e t'i vën për mbi vjesh. Tjetri ret zbriti nga qielli, bashkë me shiun për mbi hara, edhe vjeshën t'ja ngrodili tek po mbillte germat si fara. E një tjetër vetetimat i shkarkoi si rufe, që as shiu mos t'ja lagrimat tek flatroi në përmbi flet. Njëri globin rrotullonte në për hapësira tek kërkon, fjalën e mirë po e kërkonte që t'jepte vjeshtës jehon. Ky është arti poetik, fjala në varg, gjithmonë të trit. Gjamba në vargje.
Po, zoti Gzim. Faleminderit zonja Prenda, pas ke mbledhë libra për fëmijë nga krijimtaria ime dhe pas ke sjell mjaft sonte. Faleminderit shumë që riktheve në Faleminderit ju që krijoni kaq shumë, në fakt disa nga ato që ju keni mbi 100 libra me stadion, mbi 100 titujt librash për fëmijë, dhe kjo është pasuri jo juaja, tashmë ajo është pasuri kombëtare. Faleminderit shumë. Sigurisht se në shumicën e këtyre librave ju jeni edhe recensente dhe kritike letrare dhe gjithë ato ju tani më i keni lexuar, i keni kaluar dhe njihni edhe vlerësime të mira për ato. Faleminderit shumë edhe një herë këtu. Unë them faleminderit që më keni besuar. Unë do të flas pak për tregimin si art në librat për fëmijë. Ashtu si fabula, tregimi është një art i fuqishëm që magjeps, argëton dhe edukon fëmijët në mënyrë të pafundme. Është pëlhura e gjallë ku personazhet marrin jetë, aventurat nisin dhe bota shpaloset para syve e gjërë. Si shfaqet arti i tregimit në librat për fëmijë? Krijimi i personazheve të paharrueshëm. Një tregim i mirë fillon me personazhe me të cilat fëmijët mund të lidhen, qofshin ata njerëz, kafshë që flasin ose krijesa fantastike. Arti qëndron në dhënien e personalitetit, motivimeve dhe emocioneve këtyre personazheve në këtë mënyrë që të ndihen vërtet tërheqës. Fëmijët kujtojnë personazhet që i bëjnë të qeshin, të ndjejnë empati ose të admirojnë guximin. Ndërtimi i botës magjepsës. Tregimet e mira krijojnë botë që e kapin imagjinatën e fëmijëve. Jo mund të jetë një botë reale prezantuar në mënyrë të re, ose një botë fantastike me rregulla dhe ligjet veta. Arti qëndron në detajet e përdorura për të pikturuar këtë botë me fjalë dhe ilustrime, duke i bërë fëmijët të ndihen sikur janë pjesë e saj. Zhvillimi i një rrëfimi tërheqës. Një tregim i mirë ka një fillim tërheqës, që tërheq vëmendjen, një zhvillim që mban interesin dhe në fund që lë mbresa. Arti qëndron në ritmin e rrëfimit në mënyrë se si prezantohen ngjarjet dhe përdorimi i elementeve si surpriza, misteri ose humori për të mbajtur fëmijën e angazhuar. Përdorimi i gjuhës së gjallë evokuese. Autori i talentuar përdor fjalë që krijojnë imazhe të qarta në mendjen e fëmijës. Përshkrimet e ndjeshme, dialogjet e natyrshme dhe përdorimi i figurave stilistike të përshtatshme për moshën e bëjnë tregimin të gjallë dhe të paharrueshëm. Transmetimi i temave të rëndësishme. Tregimet shpesh trajtojnë tema universale si miqësia, familja, guximi, ndryshimi dhe rëndësia e të qenit vetvetja. Arti qëndron në mënyrë se si këto tema janë të integruar në rrëfim në atë mënyrë organike duke e lejuar fëmijët t'i zbulojnë dhe t'i kuptojnë ato nëpërmjet të përvojës së personazheve. Fuqia e imagjinatës dhe kreativitetit. Tregimet i nxisin fëmijët të përdorin imagjinatën e tyre të vizualizojnë skenat dhe të ndjejnë emocionet e personazheve. Arti qëndron në hapësirat që tregimi i lë imagjinatës së fëmijës për të fluturuar dhe për të krijuar interpretimin e tij unik. Lidhja emocionale me lexuesin. Tregimet e mira krijojnë një lidhje emocionale midis librit dhe fëmijës. Përmes personazheve dhe ngjarjeve, fëmijët mund të përjetojnë emocione të ndryshme, të mësojnë rreth tyre dhe të zhvillojnë empatinë. Ilustrimet si pjesë e artit të tregimit. Ashtu si me fabulat, ilustrimet janë thelbësore në librat dhe tregimet për fëmijë. Ato nuk janë thjesht dekorime, por një pjesë integrale e tregimit, duke shtuar një shtresë tjetër kuptime dhe duke e bërë historinë më të prekshme e më tërheqës. Në thelb, arti i tregimit në librat për fëmijë qëndron në aftësinë e autorit dhe ilustratorit për të thurur një histori që jo vetëm argëton, por edhe prek zemrën, zgjon mendjen dhe lën gjurmë të qëndrueshme në botën e brendshme të fëmijës. Është një dhuratë e çmuar që ushqen imagjinatën, zhvillon gjurmën dhe ndihmon fëmijën të kuptojë më mirë veten dhe botën përreth. Faleminderit zonë Prenda. Faleminderit ju
të sjell disa tregime, kësaj radhe do vazhdoj me librin e Besartës, është libri i saj i 4, Bajrakët dhe Pylli. Me shumë knatësi? Dëgjohet? Po, dëgjohet me shumë knatësi, zëre. Bajrakët dhe Pylli. Një ditë të bukur po rinim në verandën e shtëpisë. Familjarët po pinin kafe. Gjyshi po shikonte nga mali përballë dhe tha, filluan Bajrakët. Unë nuk e kuptova dhe i pyeta me ngadalë. Çfarë janë Bajrakët o gjysh? Ai më përgjigj, apo i shikon atë man? Po i thash, a i shikon ato lisa që po gjelbërohen nga xhepet? Po ju përgjigja. Ata janë Bajrakët, tregues në male e ne gjithmonë për të filluar mbjelljet e pranverës, i referohemi atyre pamjeve. Unë dëgjoja me vëmendje, por përsëri isha habitur çfarë lidhje ka lisi me gjet për të mbjellë misrin ose fasulën në fush. Babi më pa të habitur dhe më sqaroi përsëri, o zemre babit, sikur edhe me dëbor të jetë, lisi kur ai ka qenë gjepin është koha e përshtatshme për të vazhduar me mbjelljet se toka e ka marrë nxehtësinë e saj për stinën e pranverës. Edhe sikur të bjerë shi, nuk ka problem më se ka filluar pranvera. Atëherë kuptova se ç'është bajraku i natyrës. Besarta Shkoza. Ajo s'ja ndante sytë nga jotimje, derisa një arsye tjetër po aq e fortë e detyroi të jetonte të përkushtonte energjitë e saj. Jo më në funksion të kujtimeve, por të shërbimit ndaj bashkëshortit, i cili dhimbjen si bëri dot pjesë. Se pranoi dot realitetin, por u bë prehtë e saj. Kurthi i lojës së saj e bëri të thërmohej në mira copat degdisura në thellësinë e atij deti ende të përgjakur të syve të tij. Eja, mjaft, se kthejmë dot. U dëgjua zëri i saj, ti thërriste, të shoqit, ndjes kam lexuar pjesë tjetër, por nuk prish punë, zëne, i premtoj që herë tjetër do i lexoj materialin. Jo, mund të rikthehemi dhe pse jo edhe të ndajmë edhe disa minuta tepër. Ne do i ndanim edhe disa minuta tepër. Gëzim Ajkeraj në botën e hileve. Ftesë për Kalin dhe Gomarin. Në një fshat do të bëhej një dasëm dhe ai që po përgatiste dasmën kishte filluar të shpërndajë edhe ftesat. Ftesat u ishin dërguar të gjithë miqve të familjes dhe të afërmve. Por përveç që ftesat po u dërgoheshin njerëzve, i zoti i dasmës kishte vendosur të thërras edhe disa nga kafshët. Nga një marrë pjesë në dasëm të dërguar edhe Kalit edhe Gomarit. Ftesën ja sollën Kalit dhe i thanë, je i ftuar të marrësh pjesë në dasëm, duke ja konfirmuar edhe datën e saj. Kali u gëzua shumë, dhe nga gëzimi, filloi të hingëllinte dhe draponte fushës, duke u shpërndar kënaqësinë e tij edhe kafshëve të tjera. Ai e dinte se do të jetë krushk në mesin e burrave dhe se do ta bartnusen nga shtëpia e saj deri te shtëpia e burrit. Por një ftesë e tillë kishte ardhur edhe Gomarit. Kur letrën ja dhan Gomarit, ai nuk u tregua fare mirënjohës dhe as që i bëri buj kjo ftesë. Kur e pyetën Gomarin se pse nuk gëzohej, ai u përgjigj: po pse të gëzohem unë? Se mos mua do të më çojnë me krush si Kalin, mua më kanë ftuar o të bark ujë, o të shkoj për dru. A kësaj të gëzohem unë? Tha Gomari dhe i vari veshët të poshtë, e vazhdoi të kulloste barin kuqi i fushës. Në botën e hileve. Lona shkon në shkollë. Ajo kërkon një flisë.
Dy fjalë veç për dëgjuesit tanë, Lona është mbesa ime e cila shkon këtu në Zvicër në shkollë dhe ky libër thuaj se i dedikohet të gjithë shkollimit të saj, pra tregimet janë ekskluzivisht për të, pra për mbesën time. Dhe ato pasqyrojnë pra një botë të shkollave këtu në Perëndim dhe orareve të tyre punës, mësimit dhe gjithçka tjetër që pra jam përpjekur që të sjell një lloj krahasueshmërie të shkollave këtu në Perëndim për të sjellë edhe një lloj përvoje për shkollat e tokë. Ne vetë i kemi mbaruar atje një pjesë më madhe për të vazhduar edhe këtu. Por gjithsesi pra këto dy botë pra ngjeshen mirë në këtë libër dhe do e lutem zonin Brenda që të na lexoj pak. Pra këtu jemi me mbesën time me plisat bardh në një dyqan diku në qytetin e Prizrenit. Sigurisht që është edhe një tregim i bukur edhe ky, por kurojmë në kohë tjera. Një pjesë edhe për mua. Prej disa ditësh Lona pushimet e vjeshtës për i kalonte në vendlinjen e gjyshit saj në Prizren. Ajo po kënaqej gjatë këtyre pushimeve sepse gjyshi gjatë gjithë ditës po i shëtiste gjithandej qytetit. Ishte afruar mbrëmja dhe koha ishte pothuajse për darkë. Duke shëtitur shesheve të qytetit pranë një restoranti që në vitratat e dekorit kishte të ekspozuara veshjet me mjetet të tjera ambisërie e pune, nga tradita jone vjetër, Lona sikur i mbetën syt atje. Tek po shifte në vitrinë, Lona thirri me zë, ua, sa bukur, gjysh, e shikon sa bukur këto veshje që sende aty në lokal? Pas ka dhe plisat bardh, tamam sikur ai të gjyshit atje tek fotografia, po bie gjyshit, foli gjyshi. Plot me si e urti. Aty është një restorant tradite, por ka të ekspozuara edhe veshjet tona të vjetra kombëtare dhe instrument po ashtu. Ua, ta kam dëshirë të shoh vërtet Lona me sa zë kishte. E po hy, propozoi gjysh saj dhe ashtu është mbrëmje dhe kohë darke. Hym, plotësoi gjyshi dhe vazhdoi ecjen drejt derës restorantit. Që të tre hynë brenda dhe pasi shikuan se ku do uleshin, zgjodhën një vend më të përshtatshëm prej nga dukeshin të gjitha gjërat e ekspozuara në hollin e restorantit traditës. Me të shpejt aty erdhi edhe zonja e servisit dhe gjyshi pasi shikoi menyt e ushqimeve nga përzgjedhjet dhe dëshirat e secilit veç e veç, bën edhe porosi. Lona nuk rehatohej në vendin ku ishte ulur. Ajo ngrit dhe filloi të shikojë gjithandej vitrinave dhe mureve ku ishin të ekspozuara veshjet dhe instrumentet e tjera nga tradita e vjetër shqiptare. Ndërkohë, u ngrit edhe gjyshi i saj dhe duke shoqëruar Lonën kurioze, filloi një nga një të shpjegonte për gjithçka që gjendeshin aty. I tregoi për veshjet që janë përdorur dikur, pastaj për mjetet e gatimit lokaleve tona që kanë përdorur si sofrën, paleren, gatimin dhe pjekin e bukës e të tjerë. Ai i foli edhe për veglat e instrumentet muzikore që ishin aty si çiftelia, lahuta, fylli, kajtja e të tjerë. Interesimi i Lonës ishte i madh edhe për plisin. Gjyshi i kishte folur dikur për plisin stërgjyshit, që kishte mbajtur gjithë jetën mbi kokë, por edhe vetë kur kishte qenë i ri, me shokët i kishte bartur në dasma dhe ahengje. Pastaj gjyshi filloi të fliste edhe për historinë e plisin, për bartjen e tij në përshekuj deri në ditët e sotme. Lona tek po e dëgjonte gjyshin, ajo mori një plis dhe vuri mbi kokë. Gjysh, kam rri bukur mua? Shumë bukur mbese gjyshit. Dhe për një qast gjyshi shkrepi edhe një fotografi ku Lona ta kishte si kujtim. Unë e kam parë shote Galicën në ato librat e tua dhe dua që t'i ngjaja saj gjysh. Vazhdoi Lona derisa po mbante plisin mbi kokë dhe gërshetin e hedhur anash. Të pastë gjyshi, e urritshi me të mirat e botës e me lirin. Edhe gjyshi mori njëri nga plisa dhe vendosi mbi kokë. Ua, sa bukur të rrin gjysh, tha Lona e matnitur nga gjithçka që mësoi. Faleminderit, tha gjyshi. Tek po nxirrte ca fotografi, do ta blej, tha gjyshi, që ta kem në shtëpi.
Qysh, edhe unë dua një ples, kërkoi Lorna. Patjetër, tha gjyshi, dhe që të dy e mbajtën me shumë dashuri nga një ples mbi kokë. Ata gati kishin harruar që darka nga ushqimet tradicionale po i priste mbi tavolinë, derisa po shikonin të ekspozuara gjithandej hollit të restorantit. Vetëm gjyshja u kujtoi se po ftohej ushqimi mbi tavolinë dhe duhej të afroheshin për të ngrënë. Edhe këtë mbrëmje Lorna u nda shumë e lumtur dhe mësoi shumë gjëra nga tradita jonë e vjetër kombëtare. Ata u kthyen në mbrëmjen e vonë në shtëpi, të lumtur e të gëzuar dhe të mbushur me plot kujtime e premtime se në pushimet e tjera do riktheheshin sërish atje. Faleminderit, zonja Brenda, faleminderit për këto emocione që na krijuat. Lorna shkon në shkollë. Na kthyet në kujtesën ndër vite. Faleminderit ju që i keni mbështetuar kaq bukur të gjitha zhonet e letërsisë për fëmijë dhe neve kemi e servirni në shkolla, në biblioteka. Romani lejon autorin që të krijojë personazhe dhe shtresa me histori të kaluara me motive të qarta dhe me një rrugtim e zhvillim gjatë gjithë rrëfimit. Fëmijët kanë mundësi të njihen me personazhe në një nivel më intim, të kuptojnë sfidat e tyre, të festojnë fitore dhe të mësojnë për gabimet e tyre. Ky zhvillim i thellë i personazheve ndihmon në ndërtimin e empatisë dhe lidhjes emocionale me lexuesin e ri. Ndërtimi i botës së detajuar. Romanet për fëmijë shpesh krijojnë botë të tëra, qofshin ato reale të zgjeruara me elemente fantastike apo botë tërësisht imagjinare me rregulla dhe histori të veta. Arti qëndron në detajet e përdorura për të pikturuar këtë botë, peizazhet, kulturat, krijesat, teknologjia dhe duke bërë më të besueshme dhe më të tërheqëse imagjinatën e fëmijës. Kjo ndihmon në zhvillimin e aftësisë së fëmijës për të vizualizuar dhe për të menduar në mënyrë abstrakte. Rrëfimi i shtresëzuar dhe kompleks. Ndërsa tregimet e shkurtra fokusohen në një ngjarje ose në një mësim të vetëm, romani mund të thuhet disa linja narrative të prezantojë subjekte të ndryshme dhe të eksplorojë tema më komplekse nëpërmjet të perspektivave të ndryshme të personazheve. Arti qëndron në mënyrë se si linja të ndërthuara dhe si temat zhvillohen gradualisht, duke mbajtur lexuesin e angazhuar dhe duke ofruar nivele të ndryshme interpretimi. Eksplorimi i temave të rëndësishme në thelësi. Romani ofron hapësirën e nevojshme për të trajtuar tema të rëndësishme për fëmijët në një mënyrë më të nuancuar dhe të hollësishme. Këto tema mund të jenë miqësia, humbja, guximi, drejtësia, identiteti ose kalimi nga fëmijëria në adoleshencë. Arti qëndron në mënyrë se si këto tema janë të integruar në një rrëfim dhe si personazhet përballen me to të ofruar mundësi reflektimi dhe diskutimi. Zhvillimi i gjuhës dhe stilit. Autori i një romani për fëmijë ka mundësi të shfaqë mjeshtërinë e tij gjuhësore në një hapësirë më të gjerë, përdorimi një stili të reçë emocionuese. Arti që të njihen me personazhe komplekse dhe të reflektojnë mbi tema të rëndësishme. Është një udhëtim i paharrueshëm që ushqen imagjinatën, zhvillon aftësitë e të menduarit dhe lën një ndikim të thellë në formimin e tyre si lexues dhe si individ. Unë personte kaq kisha zonë brenda për këto tema, do ju lë hapësirë edhe juve nëse keni për të na lexuar diçka apo për të na thënë diçka. Unë do sjell një tregim nga Trena dhe Toni. Faleminderit. Është i shkurtër besoj. Po e lexoj këtë në mungesë të romaneve, pasi romanet për fëmijë që unë i kam pas, i kemi shpërndarë në shkolla dhe presim t'i marrim sërish. Për veten nuk kemi, apo. Sa ju, Gjithsesi, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Trena dhe Toni. Rrezja e parë e diellit, Tonin e gjetin dritare. Aty ai e kalon kohën. Dritarja e tij është në katin e 4 të apartamentit, i cili gjendet fare pranë stacionit trenave. Toni me babain, nënën dhe të vëllain gjenden që prej 5 vjetësh në mërgim.
A I shkon në klasën e 6, është nxënës I shkëlqyeshëm, por ka një hall që e mundon çdo ditë. Sa herë që gjen kohë të lirë, ulet në një ulës e pranë dritares dhe I vendos 2 duart në faqe, duke hedhur shikimin diku pas udhëtimit të trenave dhe humbet mendimeve. Nganjëherë, përshëndet me dorë. Babai e ka kuptuar brengën e tij dhe ka filluar të merakoset për të. Një ditë tek korrinte dritare ju afrua pranë dhe I pyeti: "A më thua Toni, çfarë të mundon?" Ai po hezitonte që t'i tregojë babait, por pas insistimit dytë të babait, ati u mbushën syt me lot dhe u përgjigj: "Po I shikoj trenat baba. Njëri nga këta me siguri shkon edhe në Kosovë, foli Toni. A sikur të më marrë edhe dëshirat e mia me vete. Do të shkojmë edhe ne një ditë me tren, Toni, I tha babai, derisa po ja lëmonte flokët bile shumë shpejt. Tani për pushime verore, foli babai me vendosmëri. Sa u gëzua Toni, profi në këmbë, dhe I përqafoi babain dhe ju lut që t'i tregonte se kur do të udhtoj. Pasi shikuan mirë në kalendar datën e pushimeve, ata vendosën që të rezervonin biletat të udhëtimit. Që nga jo ditë, Toni I shikonte me kënaqësi trenat nga dritarja e tij, por gjithmonë I gëzuar, si dhe I numëron ditët në kalendar. Faleminderit zonja Brenda, pra është një libër që gati po I afrohet 3 dekadave që është shkruar dhe u takon çunave të mi që tani ma janë burra dhe janë prindër, por se përshkruaj një kohë kur unë I kam sjella këta këtu në Mërgim dhe se si janë ndjerë në atë kohë pra me mallin e tyre, si janë përballur me botën këtu në Perëndim, ka ardhur deri pra në moshën 11 vjeçare. Faleminderit. Do I lexojmë herë tjetër. Gjithsesi. Sonte siç duket në pas ki zgjedh më shumë na promovoni edhe neve më shumë, por neve këtu duam të kujtojmë sepse ne ofertë po I bëjmë miqve tanë, por kanë munguar. Të jemi sinqert. Gjithsesi. Të jemi sinqert me thënë se kishim vendosur përpara ditës botërore të librit për të rritur të sjellim dëgjohem? Po, gjithsesi ne po dëgjojmë. Me qenë se për hir të vërtetës, me qenë se kishim vendosur të flasim për ditën botërore të librit për fëmijë, megjithëse ai ka kaluar që me 2 prill, por kështu vijnë gjërat nganjëherë. Kisha shumë dëshirë të kisha libra sa më shumë nga autorë të ndryshëm për fëmijë, por fatkeqësisht ne shkruajmë shumë për të rritur dhe për fëmijë shkruajmë shumë pak. Prandaj erdhi dhe në mënyrë rastësore për të mbledhur nga biblioteka ime librat tuaj të cilët unë I kisha në bibliotekë për të sjellë pak nga gjitha. Unë thash edhe më herët, ju keni 100 libra për fëmijë, por unë këto që kam mora diçka nga ato. Megjithatë unë përpara se ta mbyllim, kam dëshirë të lexoj diçka nga libri studimor që unë kam bërë për ju. Pasi unë kam studuar për krahas veprës tuaj për të rritur nga gjithë zhamret, edhe letërsinë për fëmijë. Nuk mund të them që është studiuar gjitha, por jam përpjek të përfshi nga gjithë shanit e letërsisë që ju keni shkruar, padyshim nuk keni lënë absolutisht asgjë. Unë do lexoj veç se hyrjen për arsye kohë. Unë do të kujtoj këtu dëgjuesit sepse ju jeni studiuese e gjithë krijtarisë sime dhe kjo është e ndarë, pra është letërsia për fëmijë, pra në atë libër që ju e keni studiuar shumicën nga librat për fëmijë dhe I keni sjell brenda atyre librave. Pra, le të kujtojmë dëgjuesit se zonja Brenda Sejdia është studiuese e gjithë krijtarisë sime duke ardhur me 7 apo 8 libra dhe duke sjell në një volum shumë të gjerë studimet që I ka bërë ajo për krijtarisë. Faleminderit zonja Brenda. Faleminderit ju. Pena e Ajgerajt në letërsinë për fëmijë, studim letrar.
Bota autorit për të cilin jam tashmë në përfundim studimit plot të veprës së tij, pothuajse në gjithë zhanret dhe stilet letrar, mund të them me plot gojën se pak të pjesë studimi letrar për fëmijë, puna ime do të qejë mangët. Autori që po studioj i takon asaj krijimtarisë së furishme, plot fuqi krijuese pasi dëshmi të gjendën paq brenda 207 tituj librash në krijimtari me Xhemegeraj. E them sepse kjo studim ka mbi 2 vite që është përfunduar, prandaj është ky shkrimtar shumë dimensional, ndere vlerë jo vetëm për prizërimin historik, por për gjithë trojet shqipolse. Të jesh emigrant që pas studimeve në vendlindje dhe të jetosh e veprosh në gamërgimi qoftë për çështjen kombëtare dhe punës atje e organizimeve të ndryshme dhe të kontribuosh fuqishëm si askush tjetër për letërsinë, duke vënë veten në shërbim të interesave kombëtare, ku është një shembull unik për të përkrahur cilin do që mundet të jap nga vetja për veten e të tjerët. Është ndër rastet më unike në Ballkan o Europë, krahas të gjitha krenari kombëtare. Kështu që pas 6 librave të mëparshëm studimor, kompletoi edhe këtë pjesë studimi për fëmijë që është aq i rëndësishëm për brezat e ri. Në kohë të sotme, ka pak poetë shkrimtarë që i qasin krijimtarisë për të veçtë. Pasi sado duket në aparencë se është e thjeshtë të krijosh për moshat e reja, me plot gojë ja them secilit, edhe vetes time po. Pa bejo deshe. Në që kështu, librat e duhur për fëmijë nuk të mungonin librari të ndryshme, e botuesit të detyroheshin të udhëtonin ronde të ndryshme për të drejtat e autorit, të ribotimit e përkthimit dhe të ribotonin sidomos nga Turqia, e kjo tregon mungesë të theksuar të krijimtarisë për fëmijë. Kjo çëndje gjerë në gjithë zhanret për fëmijë ka surprizuar dhe të japë satisfakcionin e duhur në studimin e zhanreve letrare. Sa e bukur dhe këndshme që një shkrimtar përmbush gjithë misionet në udhëtimet e tij në përshtyqje të letërsisë shqiptare, ama për të gjitha moshat. Krijimet e Ajgerajt për fëmijë të rinj, por dhe të rritur. Duket se ka punuar plot pasione për kushtim dhe me vëmendje të jashtëzakonshme duke sjellë tek ata përgjithësime, pra koherent me hapjen e kohës. Shprehem kështu pasi e citova diku më lart se kam prekur gjithë zhanret e letërsisë për fëmijë, si për shembull poezinë e fabulën, tregimin e prallën, dramën e romanin, dhe vend të rëndësishëm zën temat për heronjt, luftën, ateun e flamurin, lidhjen shqiptare, Skënderbeun, Nën Tereza e qindra tema edukative, gjithmonë në përshtatje me moshën, me objektiva të qarta që të mbillet dashuria pra dhe kom, gjuhë, kulturë, traditë. Kush e solli lirin në kuvendin e artit, piktura në mure, krepostja dordoletit, strofulla dallëndyshes, bufi bemeson e tjerë, janë disa nga vëllimet e shumta poetike që posedon autori nga krijimtaria e tij brilante. Të botë pandashme mbushur larmi plot përpiqen të eksplorojmë ndërshtigjet shumta të jetës dhe ushqimin shpirtëror u servir gjeneratave si vitaminat më të shëndetshme. Poeti është një qenie unike ndaj dhe vlerësimi për brezat zëvon të rëndësishëm në poetikën e tij. Personifikon përmes parimeve vlerat njerëzore, por dhe poetike, ndaj inspiron për një krijimtari të lirë dhe ruajtjen e vlerave morale përmes sakrificave të mëdha, por dhe luftrat e tmerrët që dekadave përjetuan, por dhe vdekjet pa ndërsim. Maltretime, pengje, vrasje, dhunime, vuajtje, sakrifica, sublime dhe torturat nga më të paimagjinueshme, kot kuptimi që sjell në mënyrë të filozofike, se që përjeton ndjesitë e një bote të trazuar dhe fëmijët tashme përjetojnë atë në mënyrë krejt imagjinare. Poezitë e Ajgerajt kanë stile të ndryshme dhe me tema e perëndimjave edukative zbulojnë ngjyrat e ylberit në horizonte të hapura të pafundme ndaj ky poet i përmbush çdo standard dhe ka përmasa universale dhe flet me gjuhën e zemrës e ndjesinë e shpirtit që dhuron emocion, duke mbjellë në mënyrë instinktive edhe ndërgjegjen e poetit në zemrat e fëmijëve me gjuhën universale të artit. Me anë të veprave poetike, poeti ju drejtohet njerëzimit, i drejtohet botës, me plot atribute të rëndësishme të këtij koloriti kombëtar. Edhe në motivet më të zjarrnishme, autori mban llavën dhe servir diamantin si esencën e çmimin e mirësisë,
Pasi në këtë krimtari gjëndet tona shpirtërore ku trajtohet e vjeshta, por edhe sot me kësaj shoqërie. Ajgeraj kriju si një shtrirje të gjerë, me ndjeshmëri i modernizmit, të spikatur e mjaft të talentuar, që knaq lexuesit e vegjël me krijimet e tij që dërgon përbash kombasit dhe brezat e ardhshëm me kurrën e pashtershëm të krimtarisë dhe falë bujarisë shpirtit u adhuron të gjithë frytin hyjnor. Si të që ardhur prej parajsës dhe kështu padyshim durën gjysmën e madhe nga vetja. Udhëtimet të poetit nuk kanë skaj pasi është i gjithanshëm, e po ashtu edhe në poezi. Temat edukative në ndërvëllime janë vlerat artistike, pasi dihet edhe magjia e fjalës së poetit, duke të mahnit me peshën që zë fjala, thellësi e mendimet e hera herës edhe dytësi kuptimi. Fjala për autorin është e shenjtë, pasi i përdor me kujdes dhe plot finesa e vendos në vendin e duhur. Ajgeraj ka dignitetin e mban ekuilibrin e një krijuesi universal, merr nga fuqia që të jep një poet, sepse investon nga shpirti me penën e tij të ardhmë. Ska rit mjeshtrisht monumentin e dignitetit njerëzor dhe me punë vazhdon terapinë në përmbushjen me sukses të këtij misioni përmes forcës të depërtimit. Pra koha, fjala e ndikimi modeli mjeshtrit të fjalës tek Ajgeraj janë të shenjta ndër pasurit, ndër faturit botë kaq të madhe, karakteret me liri të së shprehurit, pa limite kufizime. Brendia këtyre romaneve kanë vlera të artë artistike ku prekin thellë shpirtrat njerëzore, sidomos të shqiptarit, në veçantë si përjetim konstant i shqetësimeve, sfidave të mëdha të njeriut, në kohë dhe hapësirë për të cilën autori shkruan plot emocion mbi shqetësimet e jetës. E kështu që ai sjell vlera cilësore me përmasa të gjëra të thella dhe stil të veçantë. Krijimi emocionale, me ndjeshmëri njerëzore, detajet dhe ndjeshmëria e bëjnë të dashur për fëmijët dhe njerëzinë në përgjithësi. Ama të përkthehesh në një uri të voglushve që mund të bashkëbisedosh me ta dhe skalit në zemrat e tyre dashurinë për letërsinë e bukur dhe dhuron emocione të fuqishme si mrekulli i shpirtit, bukur që lëshon adrenalinën pranverore mes të rinjeve, por dhe kuptimin e thellë që sjell fjala, ama dhe që lën mbresa tek ata, pasi është e ardhmja, është e përparuara dhe veç se kështu rritet lëvishtja dheut mes ujtjeshit të jetës, ku drejtësohen dhe begatohen gjeneratat pra brenda artit dhe besimit. Kështu që shpalos gjithë potencialin e tij brenda këtij arti dhe magjisë, përvojat e jashtëzakonshme janë shkëmbijimet në gjithë hapësirat e artbërjes dhe fuqinë e tij e ndriçon si meteor ndaj të Maxhevs në tërësinë e tij. Është e qartë se të flasësh për romanin kuptohet se flet për majat e letërsisë shqiptare. Magjia e ndjenjave të autorit ka artin Maxhevs që dhe e paraqet duke u bërë pasqyra refleksioneve për ndjenjen e akceptimit që ndjen lexuesi i vogël. Sigurisht që pika të vdekura është ligjet e shkreta nuk gjen në asnjë nga romanet e autorit Ajgeraj. Baticës ndodhish, por dhe ngjarjet pafundme e të parë, ashtu si deti, mund t'i prekësh kudo. Tërgimet e prralla. Tjetër zhanër tek autoria, Ajgeraj se që ndrydhet në tutarjen e kujtimeve e për nga kompozicioni marrin formën e shkrimit, ndërsa potenciali krijues bën të dëshmoj forcë, ashtu siç kanë mbretërit e letrave të penës, me përtham që në vitet e hershme të punës krijuese tregon kujdes, me cilësi e stile në kompletimin e librit deri në botim, kështu që tregimet e gjyshit në botën e hileve, Lorna shkon në shkolle të tjerë, janë pjesë e studimit dhe aq të mbledh të dashura dhe aq shumë edukative për fëmijë. Autori ka një lidhshmëri hyjnore me brezin e tij të tretë dhe lexuesin e gjen kopshtin e bukur, po vazhdimisht mbjell lule e tron dapila të ri tek kopshti shpirtëror i fëmijëve e të rinjeve. I ledhaton her pas here me ndafshin e butë të fjalës, e udhëron tufat me tregime prralla interesante, i ngacmon gjithmonë përmes imazheve brillante që vinë si doli krimtarisë letrare me putësinë e moshës, dashurinë e pafundme, një përkujdesje që të Maxhevs, vëmendja për kushtimi, por më së shumti mbjellja dashurisë për librin, me qëllim që këta engjëj të përmesohen në formën më të mirë e të shëndetshme, e të jenë vitalitet i jetës tyre dhe shoqërisë në tërësinë e saj. Ndaj,
I fton në sofrën e madhe të edukimit dhe formimit, jo vetëm për librat që ai ka krijuar, por me një vizion shumë të gjerë e njohës kulturës, traditës, historisë, gjuhën e dashuria por dhe përshtatjen me kulturat e ndryshme europiane e botërore. Pasi një pjesë e fëmijëve tanë përballen me nacionalitetet ndryshme, ndaj autori i përballë personazhet në tregimet e tij e shpesh kërkon vëmendjen prindërore a autoriteteve shtetërore që duhet kushtuar këtyre brezave. Ai thotë ta ndriçojmë atë dheun përmes brezave e t'i japim kuptim, dritë e refleksion të ardhmes. Dihet se njerëzit vital lënë gjurmë në historinë njerëzore dhe si misionar për tokën mëm përmes personalitetit tyre, sepse autori thotë: të fitosh duke dhënë, me siguri aksion është zgjedhje. E në fakt, veç prindërve kush më mirë se shkrimtari e bën këtë mision fisnik e hyjnor, që mendja u punon e dora ju shkruan pa mbarim, por engjëjt e vegjël pasi prania tyre gjallëron mjediset e hapësirat e mëdheu. Autori i librat e tij me tregime e sjell për lexuesit e vegjël pika referimi, pasi tregimet sjellin në konceptin e tij imazhe e mesazhe të qarta se gjithçka në këtë botë është ëndër e shpresë. Humbja fitore, luftë, paqe dhe artistikisht bën lidhjen mes tyre. Ka formulim, pasqyrim me maturi, me thellësi mendimi, ku zëvon ndënjësimi me moshën, ngjarjen e mesazhin përcjellës. E për botën e fëmijëve tërë është magji, pasi autori ju vë në pa ligësitë e botës që e rrethon. Përcjell mesazhet që qëndrojnë në tekave, fiksimeve, huqeve, por dhe tekave të liga, instrumenteve mrekullisht të gabueshëm. Pasi ai thotë se asgjë nuk tretet në terrin e havesës. Te ku çarron syt plot ndjenjë dashamirësie, por dhe kur i percepton imazhet me filozofi psikologjike. Si percepton imazhin, si ndjen ai, si arrin të definojë me fjalë për të përcjellë imazhe e mesazhe të shifruara. Nga ky proces kompleks vetëm genialitetin njerëzor e marrin magjia e fjalës. Tradicionalja dhe genialja veprojnë ndaj njëra tjetrës, ndaj karakterit dallues i gjeniut, vjen si shpirti i mëshiruar i traditës, ndaj i ruan e zhvillon bardhësinë e traditës dhe kulturës, tek lufton babësinë. Reflektimi në vetvete e synimi për të përmirësuar bëjnë që shpirti e ndërgjegja të zgjohen, thot autori, pasi kaluara është faqe interesante sa ardhmja, ndaj fantazia autorit shkon për te ndjenjes së të bukurës, pasi lutet për ardhmërinë e brezave të rinj, beset e njerëzve përballë virtytit. Keq të mësosh o njeri kur kërkon. Thuhet se bukuria e shpirtit ka pushtetin suprem. Nuk të ngjall të vdekuri, as shpirtërisht nuk lejon të vdesësh për së gjalli. Ndaj zhytësit e thellësive kërkojnë perlat dhe u adhurojnë njerëzisë. Krijimet e vjetajt dëshmojnë forcë dhe ekuilibër, po ashtu të shprehin dhe mrekullinë artistike të shqipes bukur. E zhytësit e thellësive ç'kërkojnë pos perlave? Ndikohesh mrekullueshëm nga magjia e tyre, pasi tarim prezatërim, po vedo që veç se një xhungël. E lumtur dhe krenare për studimin e përfunduar, i uroj suksese e gjatësia autorit shumë dimensional me përmasa ndërkombëtare zotit Zimegeraj dhe faleminderit që më dhe mundësinë të jem hulumtuesja punës tënde të ardhë. Da i uroj shumë dritë e refleksion, sa më shumë krijime për lexuesin dhe ndriçim mbi të kaluarën dhe të ardhmen e kohës. Faleminderit zone Pranda, sukses edhe juve dhe librit tuaj. Faleminderit shumë për mundin, kohën dhe gjitha të sakrificë dhe guximin nikosisht që i keni kësaj punë studimore. Ju faleminderit shumë edhe një. Gjithmonë kënaqësi. Nuk e di çfarë do të na sillni tani, nëse keni edhe diçka për të lexuar apo do shkojmë drejt fundit të emisionit për të na lexuar mesazhet apo. Por nëse keni edhe diçka, neve mund të shkojmë edhe më tutje, pse jo, se po është jo. Jo, në fakt kisha dëshirë. Po. Nga pralla të fëmijët e vegjël. Me shumë kënaqësi, me shumë kënaqësi. Jo, pralla të fabul. Pralla të fabula. Kjo gjamba në vargja, unë kam shumë për qefi. Prandaj qofte edhe një
Shëtitje në për qytetin e Nëse doni të dini ku është ura gurit, pranë Shapërvanit, lidhë brigjet e murit. Brigjet e gjorit. Tek lidhja Prizrenit, një moti dikur, aty u dha një besë për atë dhe e flamur. Atje lartë kalaja si kurorë përmbi, e shikon Prizrenin me plot nostalgji. E atje puzënumi një rap shekullor, na falë fresti për qytetin tonë. Në ato kupula që gjajnë me pësaqe, është hamami vjetër, nuk piqen pogaqe. Rrugët me kaldreme sa histori bajnë, bashkë me qytetin, rritën e tyre ndajnë. Plot shtëpizat bukra e plot lashtësi, është qyteti ynë, plot me bukuri. Faleminderit. Laroshi e vargut. Se kush diellin vizatoi, edhe zbriti për mbi flet, edhe rrezet ja kërkoi, e t'i vën për mbi vjesht. Tjetri ret zbriti nga qielli bashkë me shiun për mbi ara, edhe vjeshtën t'ja ngrodhilli tek po mbillte germat si fara. E një tjetër vetëtimat, i shkarkoi si rrufe, që as shiu mos t'ja lagrimat tek flatroi në përmbi flet. Njëri globin rrotullonte, në përhapësira tek kërkon, fjalën e mirë po e kërkonte, që t'jepte birshës jehon. Ky është arti poetik, fjala në varg gjithmonë të rrit. Frymëzimi. Nga një herë vargu mbetet pa letër. Kur muza e fjalës etjen ngacmon, ikën frymëzime larg diku tjetër, krah bën harrimit dhe larg flatron. Me kot vrapon ta kap në flatra, sërish mbi letër ta rehatosh, ai ka ikur për diku tjetër, kot nga fillimi që ta kërkosh. Dhe po se kape herën e parë, krahun e tij plot flatërim, një herë tjetër s'ka për të ardhur kur të ketë marrë arratin. Zëri pamëshirshëm herën e parë, ndrydhe shtrydhe të mos ik, bëre mbi letër e jepi fjalë që vargu i tij të marrë rrit. Gjamba në vargje. Po, zotë Gzim? Nëse ju nuk keni më çfarë do të na lexoni apo e shihni të arsyeshme që ne të shkojmë drejt fundit, atëherë duhet gjithsesi të lexojmë edhe disa komente të dëgjuesve që ju ishte keni. Për të mos u mbetur bosh apo paktën për të pikluar. Lulzim Hajdari, urime. Lumturie Përtuzi, urime vetëm suksese, paqe gjithmonë në bashkim. Natasha Elia, urime. Flora Ruqi, bravo, urime. Gjan Kruja, suksese. Tori Shkoza, urime dhe suksese. Rahim Billa, urime. Mimoza Hoxha Agata, suksese, misionit tuaj. Natasha Shameti, urime. Kastriot Korabeshaj na përshëndet. Ullësh Gjoka, urime emisionit. Mariana Sulejmani, suksese pa fund. Hyqmet Hasko, urimet e mia më të mira, suksese pa fund. Drita Bushati, urime, super. Martin Jaku, urime. Aslan Miftari, urime, suksese. Shpresa Kundo Gjergji, urime, suksese. Nduhet Tetaj, na ka rështu librat, faleminderit. Lida Avlo Musli, urime dhe suksese. Fatmira Limani, urime, suksese, respekt. Mina Qaushi, suksese pa fund e urime. Ibrahim Rustem Lataj, urime, sukses se pa që gjithë mund të jetës tuaj. Gjunas Manaj, urime Sibila Teveriu, drejtuesve Gzim Ajgeraj brenda Sejdia. Nikol Dupati, urime, sukses se përrej shëndet dhe gjithat mirat respekte. Almari Krasinqi Gjoqaj, urime super. Për zëmërsisht ju falenderojmë të gjithëve ju miq që keni komentuar, që keni pëlqyer, që na keni ndjek.
Miqë që na kanë pëlqyer statusin, Almari Krasiqi Gjoqaj, Mikel Zinxhiria, Roland Tetja, Endre Qylla, Afrodita Tartari Qipa, Nikol Dukati, Major Nasmana, Balbona Gjneluli, Armenida Qyqja, Ndo Filipa, Lutz Palaj, Merie Ceriku, Gëzim Dumani, Trek Shkoza, Liliana Qere, Mina Qaushi, Raziz Paha, Andi Meqa, Drita Meshi, Fatmira Limani, Lida Musri, Refies Hyka, Mali Qazemi, Albana Methoxha, Hasan Nezaj, Shpresa Kunda Gjergji, Mitjuk Alus, Mrika Flora Murani, Aslan Miftari, Naim Hajia, Bianca Dushaj, Gjovalin Cara, Donis Shah, Islam Balaj, Fatmir Memaj, Mimoza Beqet, Pira Milona Minela, Tipi Krasniqi Tipi, Martin Jahu, Nëmet Sale, Agim Obria, Lulita Bushi, Bahije Qerimi Spanca, Miranda Trocideti, Përparim Gjafaj, Naim Januzi, Fatmir Guraziu, Ibrahim Mavraj, Uli Sotiri, Derdur në Vargje, Muzeu Etnopatrioti, Hishmet Khasko, Lezemira, Mariana Sulejmani, Klara Shehu, Lezgjoka, Kastriot Koroveshaj, Natasha Shameti, Mimoza Hoxha Gastra, Rahim Bila, Kimete Turmici, Tërmaqnish, Përisa Dërnaqsi, Perit Hoxha, Gazeta, Tuvaje për Mlulzim, Alaj Sufi, Mjal Bashehu, Fatmir Shaqiri, Gjeorgje Biti, Bore Sejdia Shkoza, Antonio Canaj, Adnan Nani Jetullahi, Dimitër Shkoza, Tori Shkoza, Dimitër Shkurti, Tori Shkoza, Aurela Kurtaj Rukaj, Gent Nikoli, Flora Ruqi, Artur Bahiti, Gjën Kruja, Fazli Ferati, Etleva Eva Karaliu, Natasha Ilia, Marinela Kuqaj, Besi Shkodra, Gjemsi Pupuleku, Astrid Lulaj, Koqa Bibiana, Doktori Përtuzi dhe Lulzim Hajdari. Përzemërsisht falenderues secilit prej tyre, që vërtet janë burim frymëzimi për ne. Më vjen keq në qoftë se dikujt ngelemi pa lexuar mesazhet, sepse nuk e di nëse na dalin të gjithë nga këshini po nga transmetimi, pra. Shpresa Kunda Gjergji, dëgjoheni shumë mirë, një emision shumë tërheqës me vlera për botën e bukur fëmijëve. Faleminderit. Faleminderit Shpresa. Gjithmonë ja dilni mban. Faleminderit Shpresa. Faleminderit vërtet. Fazli Ferati ju përgëzoj për emisionin tuaj. Faleminderit mik poet. Bianca Dushaj, mbrëmja juaj, Sibila Tiberiut, ju përgëzoj për tematikën e fabulës, një rrym arti ku çdo fëmijë donte hyn në botën e çdo fabule, ku i mësojnë dhe mundohen ta transmetojnë në shoqërinë e tyre, ndaj i kanë vlera fabulat, respekt për emocionet që ju na përcjellni. Faleminderit dhe respekt që jeni gjithmonë me ne, mike poete. Fatmira Limani, urime suksese me emisionin, respekt stafit tuaj, programues, bravo. Faleminderit mike poete, shëndetje mbarsi ju. Ramie Ukaj, përshëndetje Sibila Deveriut, respekt edhe për ju mike. Moza Shehi, ashtu si që keni mbyll në kopertina me gjurin dhe vlerat letrare, dini edhe ti promovoni për çdo lloj moshe. Urime mike me Brenda dhe Gëzim Ajgeraj. Faleminderit Moza, shëndetje mbarsi dhe për ju. Bore Shkoza, mirëmbrëma për ju në studio, urime për emisionin plot vlera për të ngjallur shpresë tek brezëri. Faleminderit që jeni me ne. Miradjezë Zëmberi Abdullahi, përshëndetje stafit të Radio Sibila Tiberiut, përshëndetje respekt miku Gëzim Ajgeraj, zonja Brenda Sjedia dhe të gjithë përtjellësit e programit Mbrëmje të Këndshme. Mbrëmje të Këndshme dhe për ju të përshëndesim fort. Besarta Shkoza. Mirëmbrëma Radio Sibila Tiberiut, mirëmbrëma Brenda Sjedia, Gëzim Ajgeraj, urime për emisionin gëzuar ditën botërore librit për fëmijë në një mbrëmje të këndshme për të gjithë të urtë të bukura në vazhdim. Faleminderit edhe ty poetja vogël. Shumë urim, suksese, tashmë që edhe jeni në prag të provimeve të fundvitit. Kemi vështirë të nxjerrim emrat. Tek faqja Sibilave në programin ku transmetojmë live janë edhe disa komente, sonja. Po pra i lexova, tani lexova dhe ato, por s'lexoj dot emrat sepse nuk më dalin. Është Shpresa Zurnaçi, Elizen Elvira, Shpresa Fundo Gjergji, Miranda Trociderti, Mimoza Hoxha Agastra, Piro Milona Minela, George Biti,
Prena Prendi, Shpresa Fundër Gjergji përsëri, Ora Sejdia Shkoza dhe Besarta Shkoza. Pra janë komente, por unë nuk u ndal aty lexoj ato, sigurisht do të Jo, komentet i lexova unë, por nuk lexoj dot emrat. Emrat e miqve që kanë pëlqyer emisionin. Janë diku 50 plus 20. Janë 50 emra. Nuk del të moment. Nuk do di nëse mund do t'i lexoj unë. Elizabeta Isufi, Ibrahim Gashi, Andi Meqa, Mervete Elmazi Mehmeti, Valbona Gjoni Luli, Edmond Kaceli, Kastriot Koroveshaj, Moza Shej, George Biti, Mailba Shehu, Sibila Teveriut, Skënder Shatri, Muhabi Jonuzi, Barje Qupi, Muzafer Hysenaj, Refie Syka, kërkoj falje, Albina Ceka, Bora Sejdia Shkoza, Luc Balaj, Mikel Zinxhiria, Fatmira Limoni, Bona Abazi, Bianca Dushaj, Linda Shaqiri, Mikel Gojani, Havie Bara Shehu, Tonin Zeka, Fatmir Zëqitaku, Qano Nora, Prena Prendi, Mirsada Loku, Monda, Klara Shehu, Lulzim Hajdari, Dafina Lira Mucka, Piro Milona Minella, John Kruja, Albert Druga, Lesh Gjoka, Gëzima Igera, Miranda Troci, Magjuna Smona, Induat Teta, Shpresa Fundë Gjergji, Shpresa Zonaci, Marsida Silda Andreu, NM Cale, Prenda Sejdia, Vedat Bajrami, Isa Bytyqi. Dua të përshëndes të gjithë miqt, por një përshëndetje të veçantë dua t'i çoj mikut tim, profesor doktor Nexhat Vedat Bajramit, i cili është profesor në Universitetin Fukshinoti në Prizren dhe jemi brez që kemi qenë së bashku në shkollë, pra jemi rrit bashkë. Faleminderit, përshëndetje për gjithë miqt. Unë këta emra arrita t'i kap t'i lexoj, pra kërkoj falje nëse ndonjërit i kam mbet borxh ose nuk i kam lexuar nga shpejtësia, sepse këtu janë edhe kushtet asisoj me që në miksazh edhe vetë po duhet bërë miksazhin, gjithë prerjen e këtyre timeve, pra sigurisht se është një angazhim i madh brenda kësaj pune që po bëjmë ne këtu. Në Prenda, çfarë do të na thonë? Faleminderit. Tani përpara se ta mbyllim, u bëjmë me dije të gjithë dëgjuesve, sidomos poetëve, pasi pas nesër dihet është dita botërore e librit, të sjellin poezitë e tyre kush ka të këshill, të sjellin në mesengjerin e Radio Sibila dhe Veriut, për t'u lexuar në radio. Edhe këtë du të shtoj sepse ne du të fillojmë për një gjysmëore më herë ndoshta, për arsyet dhe çështjet tona personale. Pra jo, do vazhdojmë besoj nga ora 18 deri në 19:30. Ashtu që neve të jemi të lirë, pastaj se kemi punë të tjera. Faleminderit. Do të shtoni diçka zonja Prenda, apo do të përshëndetni për ta përmbyllur? Jo, do i përshëndes. Të dashur dëgjues, faleminderit që ishit me ne sonte, për gjithë komentet, për mesazhet, për praninë tuaj, për gjithçka të bukur që na keni dhuruar, edhe për ju uroj një javë të mbarë, të qetë, të këndshme. Mos harroni, pas nesër në mbrëmje në orën 18 jemi sërish të bashku. Natën e mirë, miq të nderuar, përshëndetje në këtë të bukur, ju uroj një mbrëmje të bukur. Faleminderit shumë, natën e mirë. Faleminderit për të qenë me ne. Faleminderit për gjithçka. Kur vishën zonin e nanas, shyshelën qinë si kote, legalin të atriher, edhe i kënë e mërhen, legalin të triher, edhe i kënë e mërhen. Si vario, nana ime, don se llama, i mërguar, të shkita me zemra, nuk s'ka me haru. Oj Kosovo, nana ime, don se llama, i mërguar, të shkita
zemra, guska me halu. Ashtu e kjo zemra ime, dhe këtu të jam mua, jenë me vrap me dëshirë, atje të iseve tua. Jenë me vrap me dëshirë, atje të iseve tua.